Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në faqen Bota e Shoferit. Ashtu si shikoni pra foton që kam vënë në kopertinën e videos edhe titullin pra që kam titulluar këtë video. Videon e parë që vendosa të hedh në faqen Bota e Shoferit, të regjistroj për ta hedh në këtë faqe, kam vendosur t'ja kushtoj dhe ta hedh në interesin e të gjithë atyre personave që kanë mjete të lehta në pronësi të tyre, ose edhe mund t'jenë të punësuar pranë kompanive, bizneseve, pra nuk ka rëndësi se kush është punëdhënësi. Pra këto informacione që do të hedh në këtë video do të dëgjoni, pra kanë bëjnë me mjetet e lehta. Cilat janë mjetet e lehta për ata persona që nuk e dinë? Mjetet e lehta janë ato mjete që nuk te kalojnë pra tonazhin e tyre bashkë me ngarkesën prej 3.5 ton. Pra ai është maksimumi i tonazhit. Por me këtë tonazh, pra kategoritë e mjeteve të lehta mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jenë kamionçina të zbuluara, mund të jenë kamionçina të mbuluara me mushama, mund të jenë fugon të mbuluar, mund të jenë fugon me rimorke, mund të jenë fugon me frigorifer, mund të jenë furistrada me rimorke, por ajo që ka rëndësi pra është tonazhi i tyre. Edhe pikërisht për sa i përket tonazhit, ashtu si shikoni në Shtetet e Bashkimit Evropian, pra nga viti në vit gjërat ndryshojnë, edhe nga ajo që unë jam duke parë si shofer, pra gjërat janë duke ndryshuar, por duke u shtrënguar në një farë mënyre, sepse ligjvënësit e Parlamentit Evropian patën vendosur dhe si t'ju them, përsa i përket transportit internacional që në vitin 2024, pra çfarë u vendos? U vendos që brenda vitit 2025 të gjitha mjetet industriale, pra ato mjetet që te kalojnë tonazhin e tyre nga 3.5 ton, duhet të pajiseshin pra me takigraf të generacionit të dytë me versionin e dytë. Dhe pikërisht pra që në vitin 2024 ishte parashikuar nga ligjvënësit e Parlamentit Evropian që përsa i përket vitit 2026, ajo që do ndryshonte dhe që do ndryshoj është pajisja e këtyre mjeteve të lehta që zhvillojnë gjithmonë transport internacional, pra mos e ngatroni me transportin lokal, por vetëm me transportin internacional. Pra këto mjete nga data 1 korrike e vitit 2026, pra këtij viti që jemi brenda, nuk do t'i mjaftojnë vetëm dokumentat përkatëse për nga anë administrative, por duhet të pajisen dhe këto mjete me takigraf digital të generacionit të dytë me versionin e dytë. Pra, me ato takigraf që janë të pajisur edhe mjetet industriale që zhvillojnë pra transport internacional, mallrash dhe pasagjerësh. Në këtë rast, pra flitet vetëm për transportin e mallrave. Dhe këto të reja, këto ndryshime nuk kanë të bëjnë vetëm përsa i përket shteteve të Bashkimit Evropian, pra kur do të bëhet ky transport duke kaluar nga një shtet në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian, por pra i përket edhe shteteve që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian për momentin, ashtu siç është Shqipëria, ashtu siç është Kosova, ashtu siç është Maqedonia, Malizi, e kështu me radhë. Pra, edhe këto mjete që hynë në shtetet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar transport internacional ose për të zhvilluar kabotazho pra gjatë javës që mund të rrinë në një shtet të Bashkimit Evropian, pra këto mjete me tonazh nga 2.5 ton deri në 3.5 ton duhet të pajisen me takigraf digital të generacionit të dytë me versionin e dytë, pra me siglën G2 V2, por nuk mjafton vetëm kaq. Përveç takigrafit digital, personi që përdor këto mjete, qoftë kur është vetë personi që ka në pronësi mjetin, qoftë kur personi është i punësuar nga dikush tjetër, pra duhet të pajiset me kartë që do të përdor gjatë kohës që përdor këto mjete, pra kur zhvillon transport internacional, që karta të regjistrojë të gjitha aktivitetet që zhvillon pra personi që do të përdor këto mjete të lehta në të njëjtën mënyrë si funksionon edhe për ne shoferët profesionistë. Pra mënyra e zhvillimit të ditës së punës së personave që do të përdorin këto mjete të lehta do të jetë e njëjtë si ajo e një shoferi profesionist. Pra, do të kenë kartën, do të respektojnë orët e udhëtimit, do të respektojnë pauzat, pushimet ditore,
pushkimet javore, pra gjithë shka ashtu si funksionon për shoferin profesionist. Po çfarë do të thotë kjo për këta persona? Do të thotë pra që duhet të njohin për sa i përket përdorimit dhe funksionimit të takigrafit digital, duhet të njihen me parametrat pra që duhet të respektojnë, cilat janë pra kohë zgjatja dhe maksimumi një periudhë udhëtimi, si duhet të zhvillojnë pauzat, kur mbaron dita e punës, procedura për futjen e kartës, procedura për nxjerrjen e kartës, pra janë një ser informacionesh që këta persona duhet të formohen pra para datës 1 korrik të vitit 2026, që kjo datë mos t'i gjej pra të pa përgatitur. E qartë deri këtu? Tani, këto informacione që unë jam duke u hedhur, janë informacione që unë kam lexuar pra në artikujt e ndryshëm që edhe ju mund të konsultoni në internet. Por, që ju, në qoftë se jeni të interesuar, në qoftë se është rasti juaj, që ju të jeni të sigurt se si duhet veproni ose për të patur akoma informacione më të detajuara, ju duhet të informoheni dhe këto informacione të shkoni t'i kërkoni në organet përkatëse që merren ose ku lëshohen licencat, pra cili është organi përkatës në shtetin pra në të cilin ju keni rezidencën dhe ku keni marrë licencën për transport internacional që ju zhvilloni me atë mjet. Pra mos u mjaftoni vetëm me këto informacione që jam duke u hedhur unë, por duhet të merrni dhe të njiheni me informacione më të detajuara se si duhet veproni ju pra, ose është apo s'është rasti juaj, apo ju duhet apo s'duhet të pajisni pra atë mjet me takigraf digital të generacionit të dytë me versionin e dytë. Sepse pra në qoftë se ju duhet të pajisni mjetin me takigraf, ju vetë duhet pajiseni me kartë në qoftë se e përdorni vetë ju këtë mjet, dhe unë pra ju këshilloj që është e mira që të zhvilloni në një kurs në qoftë se keni mundësi për sa i përket pra mënyrës se si funksionon dhe si përdoret takigrafi digital. Për sa i përket këtyre argumenteve, në faqen Bota Shoferit, unë për shoferët profesionist, kam hedhur video të ndryshme, informacione të ndryshme për sa i përket takigrafit digital, se si duhet veproni kur fusni kartën, se si duhet veproni kur ta nxjerrni, si mund zhvilloni një premtim. Pra keni shumë informacione në faqen Bota Shoferit që janë informacione dhe video më të vlefshme edhe për ju pra nga data 1 korrik e vitit 2026. Në ato raste pra që juve duhet të instaloni takigrafët digital, ajo që nuk duhet harroni, megjithatë këto gjëra pra me këto informacione do të njiheni patjetër, ajo që nuk duhet harroni, takigrafin duhet të instaloni pranë një oficine të autorizuar, e cila pra do t'ju lejë një certifikat. Kjo certifikat është karta e identitetit ose pasaporta e takigrafit, që do të instalohet në mjetin tuaj, dhe ju këtë certifikat duhet ta mbani gjithmonë në bordin e mjetit bashkë me licencën, bashkë me lejen e qarkullimit, pra bashkë me dokumentacionin tjetër. E qartë, tani pse është vendosur që të instalohet takigraf i generacionit të dytë, versioni 2 dhe jo versionet tjera. Këto janë disa kuriozitete pra që shoferët profesionist që zhvillojnë transport internacional i din, por për ju pra janë informacionet pa njohura, dhe ajo që duhet dini është kjo që këta takigraf pra që janë instaluar për herë të parë në mjetet industriale në muajin gusht të vitit 2023, pra takigrafet me siglën G2V2, kanë 3 karakteristika që i dallon nga të gjitha versionet e më përparme që ishin instaluar pra dhe që janë instaluar në mjetet që pa të ndalën qarkullim deri në muajin korrik të vitit 2023. Këta takigraf komunikojnë pra me satelitin. Çdo të thotë kjo pra komunikojnë me satelitin, sepse edhe takigrafet e generacionit të dytë, versioni i parë, komunikonte me satelitin. Por çfarë nuk bënin takigrafet e versionit të parë? Nuk bënin ndrimin e siglës. Pra kur një person kalonte doganën, një shofer kalonte në doganë me mjetin,
nga territori një shteti në territori një shteti tjetër, pra normativa parashikon që sa po t'i jepe mundësia pra që të qëndronte që të gjente një vend për të ndruar siglën e shtetit në cilin kishte hyrë, pra nga ai që ishte duke dalë në atë që kishte hyrë, duhet ta bënte në mënyrë manuale, pra, edhe pse ishte gjeneracioni i dytë, por versioni i parë. Ndërsa me versionin e dytë, çfarë ndodh kur shoferi kalon në dogan nga territori i shtetit në territorin e shtetit tjetër, këtë takigraf pra në mënyrë automatike bëjnë ndrimin e siglës pra për sa i përket shtetit përkatës. Prandaj pra quhen dhe takigraf inteligjent. Por jo vetëm kaq. Këta takigraf gjatë ngarkimit dhe gjatë shkarkimit, takigrafi pra komunikon me satelitin dhe sateliti i kalon koordinatat në vendin në të cilin ndodhet pra shoferi bashkë me mjetin kur është duke ngarkuar ose duke shkarkuar mjetin. Të njëjtën gjë bën takigrafi pra komunikon me satelitin çdo 3 orë gjatë ditës së punës së shoferit. Pra e zëm se shoferi është duke udhëtuar për 10 orë ose 9 orë me mjetin, takigrafi çdo 3 orë di vendodhjen e mjetit, sepse pra duke komunikuar me satelitin, sateliti i kalon koordinatat dhe këto koordinata takigrafi regjistron në memorien e tij dhe në memorien e kartës personale të shoferit. Prandaj pra kanë vendosur që takigrafët që do të përdoren në të gjitha mjetet, pra nga jo vetëm për mjetet industriale, por nga data 1 korrik e vitit 2026 edhe për mjetet e lehta me tonazh nga 2.5 ton deri në 3.5 ton, duhet jetë pra takigrafi me siglën V2V2, generacioni i dytë, versioni i dytë. Pra, unë me këto informacione që jam duke hedhur nuk desha t'ju alarmoj, por thjesht jam duke ndarë këto informacione që në qoftë se është rasti juaj, ose në qoftë se nuk është rasti juaj, por mund të njihni, pra mund të keni ndonjë mik, mund të keni ndonjë shok, mund të keni ndonjë të afërm, ndonjë pjesëtar të familjes që punon me këto mjete, pra nxjerr të ardhurat e tij me këto mjete, se kam bërë re që shumë persona, edhe një person që njoh pra, që merret me këtë punë vjen nga Shqipëria, e pyeta ditën e diel, i thash digja për këtë, tha jo, tha nuk e kam iden fare, nuk digja. Pra, këto informacione që ndava dhe hodha në këtë video pra në faqen Bota Shoferit, nuk i përkasin shoferëve profesionist, por i përkasin pra atyre personave që punojnë me këto mjete të lehta, por me këto mjete të lehta pra zhvillojnë transport internacional mallrash. Një diçka tjetër, sepse mund t'ju lind pyetja. Po me ata persona që kanë këto mjete të lehta, por i përdorin pra për të transportuar mallrat e tyre edhe jashtë shtetit, pra edhe në shtetet të tjera të Bashkimit Evropian. Këta persona, në qoftë se mjeti i tyre ka një tonazh të tillë, duhet i pajisin mjetet me takigraf digital. Atëherë ajo që ju duhet keni parasysh në këtë rast, në qoftë se me mjetet që ju keni në pronësi ose personi ka në pronësi, transporton mallrat e veta, materialet e veta, sepse i duhen dhe mund t'i duhen në një shtet tjetër, ashtu siç bëjmë transport për kompaninë për të cilën punoj. Ne punojmë në shtetet ndryshme të Bashkimit Evropian, duke pasur kantiere të ndryshme, sidomos në Francë, unë çfarë bëj? Marr materialet që i duhen punonjësve të kompanisë nga Milano dhe i çoj në vende ose në qytete të ndryshme të Francës. Por janë materiale pra që do të përdoren po nga të njëjtët punonjës që i përkasin kompanisë për të cilën punoj dhe unë. Ndërsa, në rast se ju jeni duke transportuar mallin tuaj, e zem nga Shqipëria në Itali, por këtë mall ja keni shitur dikujt tjetër, pra nga dokumenti rezulton që ka një shit blerje malli, atëherë në këtë rast pra keni kujdes dhe informohuni mirë, merrni të gjitha pra informacionet e duhura, sepse një diçka të tillë edhe me këto mjete pra me tonazh nga 2.5 dhe në 3.5 ton, ka shumë mundësi që juve pra do t'ju duhet të
pajisni mjetin me takigraf digital dhe ju të pajiseni me kartë. Në qoftë se është një rast i vetëm, besoj se nuk është e nevojshme. Por në qoftë pra se shpesh herë, gjatë një muaj, gjatë një viti, për një periudhë koha, ju lëvizni lart e poshtë dhe rezulton që ju shisni mall dikujt tjetër dhe transportoni ju këtë mall, atëherë në këtë rast pra keni kujdes sepse edhe ju duhet të pajisni mjetin me takigraf digital dhe ju të pajiseni me kartë. Çfarë ndodh në ato raste që ju data një korrik e vitit 2026 do t'ju gjejtë pa përgatitur? Ajo që unë lexova, opcionet janë 3. O do t'ju aplikohen gjoba serioze, o do t'ju ndalohet mjeti, ose në qoftë se ju ndaloheni në dogan duke kaluar dhe rezulton që mjeti juaj dhe ju nuk jeni të pajisur me kartë, mjeti nuk është i pajisur me takigraf digital, ju mund të ktheheni mbrapa edhe në dogan, pra nuk do t'ju lënë të kaloni në territorin e atij shteti në të cili pra ju jeni nisur për të zhvilluar atë transport. E qartë, pra këto ishin disa informacione që unë lexova, vendosa t'i ndaj me ju, besoj se janë informacione të rëndësishme, në qoftë se nuk janë të rëndësishme për ju direkt që më ndiqni në faqen Bota e Shoferit, mund të jenë të rëndësishme pra për persona që mund të njihni ju, ashtu si u thash pak më parë, sepse këto informacione, këto rregulla të reja nuk vlejnë vetëm për transportin internacional që zhvillohet brenda shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe për ato shtete pra që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por transporti internacional, ashtu siç e dim gjithë, pra nuk zhvillohet vetëm brenda shteteve të Bashkimit Evropian, por zhvillohet midis shteteve të ndryshme. Nuk kam se çfarë ju shtoj më për sa i përket këtij argumenti, megjithatë në të ardhmen në qoftë se ndryshon në një diçka, mund të regjistroj një video tjetër dhe t'ju hedh pra në interesin tuaj këto informacione se këto ndryshime që mund bëhen. Por megjithatë pra ja u përsërisë një herë në fund të videos për të ditur sa më shumë ose informacione më të detajuara, duhet të shkoni pra pranë organeve kompetente në shtetin pra në cilin pra ju keni rezidencën tuaj dhe keni marrë licencën, ose ku ka rezidencën kompania, biznesi, nëse jeni punësuar, ju duhet pajiseni vetëm me kartë dhe duhet mësoni pra përdorimin dhe funksionimin e takigrafit digital. Por këto informacione janë akoma më të rëndësishme për ata persona që kanë këto mjete në pronësi të tyre dhe i përdorin vetë ata. Pra, shkoni pranë organeve kompetente në shtetet pra në cilin ju keni vendbanimin tuaj, keni rezidencën tuaj dhe jeni pajisur pra me licencën për transport internacional mallrash. Në fund të kësaj video, është video e parë pra ju thash për vitin e ri 2026, ju uroj të gjithë juve dhe të afërmit të juaj, familjeve të juaja, një vit të ri të mbar dhe ju uroj në të njëjtën kohë pra një ditë të mbar t'ja kaloni mirë dhe mirupafshim.